Drejtori i pandehuri i ujësillës kanalizimeve të qarkut Elbasan, Luan Tabaku, vazhdon të mbajë detyrën megjithse prej 8 muajsh SPAK e ka sekuestruar telefonin, pajisjet e zyrës i ka bastisur banesën dhe e ka marrë pandehur me prova për korrupsion dhe lidhje me bandat kriminale të Elbasanit. Edhe në gjendjen e të pandehurit, Luan Tabaku vazhdon aferat me fondet publike dhe ruan lidhjet me eksponent të krimit. Kompanitë e tyre jo vetëm që i pranonë procedurat e tenderimit, por i shpall fituese pagar dhe me kontrata që arrin 95 deri në 99% të fondit limit. Tenderin e radhës, Tabaku ja ka dhënë pagar kompanisë AKM Albanian Investment Group SHPK të Ardit Krajës nga Shkodra për blerje elektropompash për ujësillësin rajonal të Elbasanit me vlerë 395 milion lekë ose 98% të fondit limit. Ardit Kraja është kontingjent hetimi për evazion fiskal dhe pastrim parash me aktivitetet të lidhura me bixhozin e paligjshëm, ndërtimin, materialet e ndërtimit, makinerit, pajisjet industriale, produktet farmaceutike, shtypshkrimet, fermat agro-ushqimore, pemtore dhe shërbimet e projektimit. Ai është arrestuar në Kosovë më 24 mars 2024 me 2 urdhra të prokurorisë dhe gjykatave të Prizrenit dhe Mitrovicës për krijim grupit të strukturuar financiar dhe skema piramidale. Ky tender tregon se pas kryebashkiakut të Elbasanit Gledian Llatja, biznesmeni i prangosur për aktivitete kriminale ka krijuar lidhje edhe me drejtorin e pandehur të ujësillësit Luan Tabaku. Ardit Kraja, bashkëshorti i moderatores Ilda Bejleri, ka 10 kompani në Shqipëri: Fairplay Bast, SAR Ndërtim, AKM Albanian Investment Group, Tirana Capital Invest, Trade Invest, Future Enterprises and Investments, AB 2023, Eurofarma TQ Tolica, AAA Publishing dhe Quotaid. Me to ka marrë leje ndërtimi troje dhe miliona euro tender nga shteti. Tani drejtori i ujësillës kanalizimeve të qarkut Elbasan, Luan Tabaku, ka krijuar lidhje të drejtë për drejta me të dhe ka nisur të jap tender me vlera të mëdha pagar.